Më kujtohet mosha e vjetër, tu prit radhë mu qith mu rujt, veç gërsher nuk pati gjatë tjetër se si vinte dorë gjithkujt. Por me vonë ndodhi çudia, erdhi një brisk shumë i fort, e kishin sjell nga Turqia dhe u përdor deri vonë. Jo kushdo këtë e përdorte, duhet mprej te hubut, sepse mishin ta coptonte dhe e mprehnin me rryp lëkurë. Jo veç mjekrën, por dhe kokën, ruar, qethur, fëmijë e plak, berberet e kohës bekimin morën prej gjithkujt në përfshat. Kohët ecën, berberet ushtuan, tani me jo brisht të gjatë, por diçka ata harruan e kanë pazarin shumë të lartë. Për të qethur mosha e re, sot zë radhë me telefon, se berberi nuk ka nge e rri çmimin sa herë don. Me respekt për të gjithë berberet që kuksin e vite i ka pas, por unë kësaj here për agron e satin do të flas. Vjen nga borja në kuks e vjetër, Hamze Sati me tregti, një zanat që jo kushdo tjetër do të vazhdoj dhe në kuksin e ri. Agroni djali i tij atëherë, kur kapi moshën për punu, vazhdoj kursin si për herë, kujtim tabaku e ka mësu. Dhe punoj dikur në Gosil, një qytet me shumë banor, agroni vazhdon me të njëjtin stil me kërkan pa ndruar dorë. Ashtu thjesht me baraka pas vitit 93, me të tjerët nuk ngelet prapa dhe nuk merr punë të re. Ai sot prap punon në zanatin si berber, çdo vjetër që aty shkon tek agroni si për herë. Më mirë të kesh shumë njerëz dhe t'i shërbesh me çmim normal, harron lodhjan edhe djers, por që emri të bëhet mal.